Në përgjithësi ka pas reagime kryesisht më shumë prej kandidatëve, Mirela, në shumica e tyre mohojnë faktin që janë të përfshirë, por të them drejtën normalisht që kjo nuk është diçka që ne duhet ta besojmë. Megjithatë mbetet e shihet, sepse edhe prokurori i Prizrenit sot e tha që aktualisht paktën nuk është se kanë prova se i inkriminojnë direkt kandidatët, po në anën tjetër megjithatë ka komisioner që kanë pranuar që të bashkëpunojnë, ku për shembull përveç këtyre akuzave për falsifikim të rezultateve zgjedhore, ndikimit apo presionit, atëherë është konfirmuar në farforme edhe akuza apo ngarkohet akuza për dhënie dhe marrje të rishfetit, sepse janë këta persona që janë ndaluar sot, një nga ta ka pranuar që të bashkëpunojë me autoritetet duke pranuar se ka marrë rishfet nga një person tjetër. Dhe në këtë formë pra në parim është shtu kjo, le të themi edhe kjo akuzë në mesin e atyre për çka dyshohen shumica e të ndaluarve. Por megjithatë edhe prokurori Kryezeu, prokurori Prizrenit e tha sot që gjatë intervistimit të gjithë të ndaluarve, normalisht që nuk përjashtohet mundësia që provat na çojnë drejt asaj që ndoshta edhe ndonjëri nga kandidatët tjetër i përfshirë, sepse është pak sa e çuditshme. Mirela, ne mund të besojmë në gabim njerëzor apo edhe le të themi vullnet të keq të dikujt që t'i shtoj vota dikujt, ku e diun, nga 10, 20, hajde po themi edhe 100, por nuk besoj që ka njerëz që me vullnet vendosin që t'i shtojnë dikujt 6.000 apo 7.000 vota, kështu që normalisht që këtu nuk e përjashton mundësinë që në situata të tilla, në këtë po them manipulim që duket jetë i mirë organizuar dhe i planifikuar jo vetëm komisionerët e një partie, por gjitha partive, nuk e përjashton mundësinë që edhe dikush nga kandidatët tjetër i përfshirë. Në fakt është një skem që ne në Shqipëri e njohim shumë mirë, ndaj pyes, është e pamundur që të bëhet vetëm nga një person, sepse aty ka komisioner, aty ka vëzhgues. Unë nuk e di se si është prania e vëzhguesve ndërkombëtar në procesin e numërimit dhe nëse edhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë vërejtur këtë, përveç se faktit që ato bëhet një numërim i votave me kamera dhe online, por duhet patjetër që të jenë në sintoni numëruesit, pra në tavolinat e numërimit për këtë që ndodh. Dhe ajo që po kuptoj, me sa po kuptoj, ndoshta në mënyrë intuitive, ndoshta në një mënyrë për të kopjuar këtë skemën tonë të blerjes së votave këtu, për fat keq duket se po filloni të mësoni këto që në fakt ne nuk duhet t'i merrni këto nuk duhet të na merrni, të merrni të tjera po jo këto lloj hilesh që ne po ta mbajmë peng. Pra një nga arsyet që në gjitha raportet e OSBE-ODIR-it apo edhe në tryeza formale apo jo formale në Shqipëri, blerja e votës është një ndër problematikat dhe pengesat më të mëdha në këtë vend. Ju shkoni dhe pikërisht filloni të kopjoni këtë, kjo gjë po nuk e di se deri ku është intuitive dhe njëra po e merr një si skem. E di si është? Po. E di si është puna, Mirela, sepse kam përshtypjen që rastet vetë me kur ka ndodhur, sepse ne e dim që, hajde, nuk po themi se jemi aq enjoy që mos të ketë vjedhje fare, dhe unë besoj që edhe në raste tjera teknika pas, sidomos tazëm janë të njohur ato zgjedhjet e vitit 2010 tazëm, që ka qenë një skandal, le të themi, por në atë kohë jo në këtë formë, ka pas forma tjera, ku janë mbushur kutit në disa komuna, por që pastaj kemi shku në rivotime, por ky verzion i manipulimit të rezultateve zgjedhore realisht, Mirela, besoj që ka ndodhur eventualisht në zgjedhjet e shkurtit dhe nuk është vrejtur, dhe në këto zgjedhje dhe është vrejtur, çka le të themi lajmi i mirë këtu, sepse normalisht ne s'mund ta mohojmë faktin që gjithë kjo një farë bare i takon KQZ-s, sepse në fund të ditës komisionerët janë njerëz që punësohen apo paguhen nga KQZ-ja për ta kryer këtë punë, por në anën tjetër, prapë them, duhet ta pranojmë edhe faktin që lajmi i mirë në gjithë këtë është që KQZ-ja nuk lejoj që një manipulim i tillë të shkojë tutje, le të themi u gjet dhe u ndërmarrën masat në mënyrë që të ndalohet dhe gjithë kjo. Por kam përshtypjen që mundësia që të ketë ndodhur më herët në zgjedhjet e mëhershme ka qenë pak më problematike, sepse gjithë kjo duket se ka ardhur pas ndryshimeve të ligjit për zgjedhjet, krijimin e qendrave komunale të numërimit,
Qartë. dhe heqjen e numërimit të votave për kandidat në për vend votime. Sepse në zgjedhjet e mëhershme, Mirela, janë numëruar votat në vend votim. Pra, eventualisht, po them, në një shkollë ku mund të ketë pas 10 vend votime, në atë vend votim është numëruar kutia në cilën është votuar gjatë gjithë ditës, që eventualisht mund të ketë pas, po them, 200 vota, në atë rast janë numëruar votat për parti dhe janë numëruar votat për kandidat. Dhe them drejtën, në gjitha këto palë zgjedhje, si prania e vëzhguesve ndërkombëtar, por sidomos edhe atyre vëzhguesve vendor, Mirela, që kryesisht kanë ardhur nga një koalicion që tashmë është i njohur në Kosovë, pra Demokracia në Veprim, që kanë një numër me mira vëzhgues që i kanë monitoru, jo vetëm votimet, por edhe numërimin e gjithçka tjetër. Dhe në pata rast të isha me një debat me Ismet Kryziun, që është edhe drejtuesi këtij koalicioni të OJC-ve në Kosovë, por që bërit e ditur që këtë herë për shkak të mungesës e fondeve e kanë pas të pamundur të angazhojnë më shumë se 500 njerëz në gjithë territorin e Kosovës dhe po ashtu e kanë pas të pamundur që të kenë monitorues edhe gjatë numërimit. Dhe realisht kanë qenë të dy elemente, po them, e para elementi që vota nuk janë numëruar me në vend votim, por janë bartur në qendrat komunale